Shifra alarmante. 10 raste të dhunës në familje brenda 24 orëve. Në vetëm 24 orë, vendi është rënditur nga 10 raste të dhunës në familje. 10 raste, 10 histori dhimbjeje, frike dhe pasigurie, të cilat kanë bëritur në policinë e Kosovës brenda vetëm një dite të vetme. Në Prishtinë janë raportuar 3 raste. Në 2 prej tyre, gratë janë sulmuar fizikisht nga bashkëshortët e tyre. Në rastin e parë, viktima ka marrë trajtim mjekësor dhe i dyshuari është dërguar në mbajtje. Në rastin tjetër, pas intervistimit, i dyshuari është liruar. Ndërkohë, një burr ka njoftuar për dhunë psiqike të vazhdueshme nga ish bashkëshortja e tij, edhe pse ekziston urdhër mbrojtës. E dyshuara u arrestua, por u lirua në procedurë të rregullt. Në Fushë Kosovë, policia ka arrestuar një burr që kishte ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortës, edhe pse viktima ka marrë trajtim mjekësor. I dyshuari është liruar pas intervistimit. Rast i ngjashëm edhe në Poduiv, ku një burr u arrestua pasi sulmoi fizikisht bashkëshorten. Këtë herë, prokurori urdhëroi që i dyshuari të dërgohej në mbajtje. Në Gjilan janë raportuar 2 raste. Në rastin e parë nuk ka të lënduar, por i dyshuari u dërgua në mbajtje. Në të dytin, viktima mori trajtim mjekësor dhe i dyshuari përfundoi po ashtu në mbajtje. Edhe në Pejë janë raportuar 2 raste. Një grua ka njoftuar se djali i saj ushtron dhunë psiqike ndaj saj, të dy u liruan në procedurë të rregullt. Në rastin tjetër, një burr i dyshuar ka kanosur bashkëshortën duke shkelur urdhrin mbrojtës. Ai u arrestua. Ndërkohë, në Leposavić, një burr në ndikim të alkoolit ka sulmuar fizikisht baban e tij. Viktima refuzoi trajtimin mjekësor, ndërsa i dyshuari u ndal në polici deri në këndelje.